Kosova ka vendosur të ndalojë përkohësisht mishin e pulës dhe produktet e tjera të shpendëve nga Brazili, ka bërë me dije Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Masa është marrë pasi Brazili konfirmoi shpërthimin e gripit të shpendëve në një fermë, ndërsa tha se po heton rastet e tjera të dyshuara. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se vendimi për ndalimin e mishit të pulës nga Brazili synon të mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian njoftoi një ditë më parë se Brazili, eksportuesi më i madh i shpendëve në botë dhe eksportuesi kryesor i mishit të shpendëve në Bashkimin Evropian, ja ka ndaluar të dërgojë produkte shpendësh dhe mishi në vendet e bllokut. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë të ditur se masa do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë, gjithashtu bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimit të rrezikut nga AUV-ja. Gripi i shpendëve është një sëmundje virale shumë ngjitse që prek shpendët dhe në raste të rralla mund të transmetohet edhe tek njerëzit. Megjithatë, nuk ka prova që konsumimi i mishit apo vezëve të shpendëve mund të shkaktojë infeksion. Mirëpo, ndalimi i importit është një masë paraprake për të garantuar sigurinë ushqimore të qytetarëve, thuhet në reagimin e autoriteteve në Kosovë.